Mirdita, e nisim këtë konferencë për mediat nga stadiumi Air Albania. Jemi këtu me dy futbollistët e kombëtarës sot, Tomas Strakosha dhe Feta Fetaj, i cili do të përgjigjnë pyetjeve. Do ta nisim fillimisht me pyetje për Fetajin dhe pastaj do të kalojmë tek Strakosha. Todhe. Mirdita, Erion Todhe, televizioni Klan. Fetaj, prania juaj këtu në konferencë shtypi na thotë që edhe mund të kesh minuta në ndeshjet e radhës kombëtares, ti çfarë pret? Tani, sa do kem minuta nuk e dihet, ajo është pjesë e stafit teknik, po sa do kem minuta, unë do hap maksimumin, si stërvitje edhe ashtu në ndeshje. Si të zhdukur këto kohët e stërvitjes me kombëtaren, sa i përgatitur je dhe sa i gatshëm je për të futur në lojë? Po, unë jam normal i përgatitur si gjithmonë, edhe për klubin edhe për kombëtaren edhe më shumë. Po tash do shohim, jam gati për çdo ndeshje. Elvis Regja Supersport. Fetaj, kam parë që shokët e skuadrës, pra pjesa tjetër e kombëtares, ju përkrah shumë në grumbullime, aq sa shpesh herë na vën në duke që do të jeni ju epiqendra e kombëtares. Si është kjo marrëdhënia me pjesën tjetër? Po, gana e trajnerit, stafit teknik dhe gjithashtu edhe lojtarët, më kanë pritë shumë mirë, edhe më kanë dhënë atë besimin e duhur për mua me dhënë më të mirë. Po sa i përket për kështu, për ta me kombëtar shpresoj të tim një prej ative, po, dashoj. Përshëndetje, Sabina Metere të Sport. Fetaj, grumbullimi i dytë me kombëtaren, çfarë ndjesie është, çfarë emocioni dhe si u ka pritur skuadra? Po, normal, era parë është gjithmonë më ndryrë, po kjo ka veçantën e vetë, dhe normal një ndjenjë shumë e mirë, po skuadra më ka pritë çdo si herën e parë, edhe herën e dytë, tash edhe pse nuk janë gjithë lojtarë, po këto që kanë edhe stafi teknik më kanë pritë shumë mirë edhe më kanë dhënë atë ngrohjen e mirë. Fetaj Ervin Baku, Radio Tirana. Natyrisht që të veshësh fanelën e kombëtares është kulmi i çdo futbollisti apo jo, ëndra e çdo futbollisti. Ti si e shikon të ardhmen tënde, domethënë brenda kësaj kombëtare, sepse për ne ky është si thua brezi më i mirë që mund të kemi pasur ndonjëherë. Ti e shikon veten të shoqërosh, ti je shumë larg me këtë kombëtare? Normal, çdo ëndra, çdo fëmijë është të luajë për kombëtaren e Shqipërisë dhe çdo lojtar, çdo fëmijë i shqiptar që është ka ëndër të luajë për shembull në Evropian ose në botror me kombëtar. Dea Kozma, 2 CNN, ju krahasojnë shpesh me Luka Modric, a është ai idolli juaj dhe sa i përket futbollistëve shqiptar, a keni një shembull që ndiqni? Po, Modric mund të thosh që është që preferoj shumë si lojtar, po nga ana e Shqipërisë ka plot lojtar që janë shumë me emra dhe që i shikoj, e preferoj edhe shumë si Aslanin, Ramadanin, këto lojtar të kombëtarës. Mantha Prokopi, Syri Televizion. Për të ndarë prapë krahasimin me Modric, do donit që ndaj Çekisë të asistonit si Modric apo të shënonit si ai? Doja dy aty pse. Po vetëm fitoria është rëndësi, nuk ka rëndësi që kush shënon ose asiston. Mendoj që vetëm të fitojmë. Okej. Po. Mund të klikosh në YouTube, Sulejman Demollari ka bërë lami dhe këtë stadium edhe në Bukuresht e gjithë botën, kështu që unë uroj me shpirt që t'i gjash atij. Shpresoj. Faleminderit. Okej. Kjo është pyetja e fundit për Fetajin, kalojmë në pyetje për Strakoshën, Todhe. Tomi, duke qenë se nuk e keni filluar ende stërvitjen për ndeshjen me Çekin, gjithsesi besoj se ti e ke akoma në memorien tënde mënyrën se si u pësuan 2 golat ndaj Çekisë, si ka ndikuar kjo gjë, sa i motivuar je dhe si e ke përgatitur në mendjen tënde për ballin e dytë? Besoj që atje në Çeki kemi luajtur ndoshta ndeshjen më të keq që kemi bërë në 2 vjet e fundit. Kemi kuptuar gjithë që nuk kemi futur siç duhet.
kemi mësuar një gol në minutat e para, edhe besoj që kombëtarët në 20 minutat e para atëherë ka luajtur shumë keq. Prandaj vetëm më mirë mund të bëjmë, se më keq të bëhet. E dim shumë mirë që duhet të përqendrohemi më shumë edhe të futem nga minutat e para fort. Tani kemi 2 finale brenda shtëpi, kemi publikun ton bashkë, edhe mendoj jemi gjithë të përgatitur mirë, ndaj kemi mungesat ose jo, besoj do japim maksimum edhe do ja dalim. Strakosha, Çekin e njohim mirë, përtej gjithë analizave, çfarë duhet bëjmë ne në këtë ndeshje për të dalë sërish fitues ashtu si një vit më parë? Besoj nuk duhet të bëjmë diçka më shumë, vetëm gjë është të jemi të përqendruar se nuk ishim në ndeshjen fundit. Ekipi është pak a shumë njësoj, siç ishim atëherë, me më shumë eksperiencë. Vim nga një Europian të mirë. Prandaj tani jemi të barabarta me pikat, edhe shqyr zote kemi 2 finale në shtëpi me publikun ton që thash më parë. Prandaj do t'i japim maksimumin me zemër edhe mendojmë për çdo sekond, çdo top të luftojmë edhe besoj t'ia dalim. Strakosha, stadiumi sold out me gjithë shqiptarët që sërish në mbështetje të kombëtares Kuqezi, është një faktor që na ve më tepër në presion për të marrë patjetër fitore në këto 2 finale të nëntorit të themi, apo është më tepër motivim? Si e shihni ju? Besoj për çdo futbollist është motivim, se kemi pas një vit kur kishim Covid edhe stadiumet ishin bosh. Stadiumet plota vetë na motivojnë edhe na japin zemër për të luajtur më mirë. Kemi edhe familja tonë bashkë, prandaj është diçka shumë e bukur për ne edhe për çdo shqiptar. Tomas Kristi Serdari, Panorama Sport. Çekia ka një sulmues si Çori, i cili dihet që ta punë në zonë me shtatlatësinë e tij. Do merren masa këtë ndeshje, ndoshta edhe me dalit e tua më të shpeshta për të bërë edhe zoti i asaj zonës aty të rrezikshme. Neve nuk shikojmë çdo lojtar ndryshe, neve luajmë si ekip, mbrojmë si ekip, sulmojmë si ekip, prandaj nuk do marr pjesë për një lojtar që është shumë i gjatë e dim. Kemi mësuar 2 gola nga ai që e dim do të kishim bërë më mirë. Po futbolli është kolektiv edhe t'i japim maksimum më mirë gjithë bashkë për të mbrojtur mirë edhe sulmuar mirë. Prandaj në ndeshje që do kemi me Çekin këtu, besoj të gjithë janë të përqendruar mirë edhe ta mbrojmë më mirë atë lojtar. Strakosha, trajneri Silvinjo këtë herë ka thirrur 4 portier në kombëtare. A rritur konkurenca? Ata do të pyesin trajnerin, se unë nuk e di, unë gjithmonë jap maksimumin për vete. Kushdo që të luaj me kombëtar gjithmonë jap maksimumin, normal që po vinë më shumë talente avash edhe është më mirë të jetë konkurrenca në kombëtar, se kemi pas edhe vite që nuk kishim jo vetëm në porta edhe lojtar për të konkuruar. Prandaj konkurrenca bën më mirë edhe për ne edhe për ekipin kombëtar. Përshëndetje, Mantho Prokopi, Syri Televizion. Një ndër konkurrentët tuaj për portën Kuqezi është dhe Alen Sherri, që së fundmi debutoi në Serie A. E ndoqët debutimin e tij dhe duke qenë se ju e njihni atë futbollit italian, si ju duk? Keni këshilla për Sherrin ose komplimenta? Sidomos komplimenta edhe urime, se bëri një ndër realitet edhe Alenin. E kam ndjekur që kur isha i vogël, ishim bashkë me unë shtenishat. Nuk e pash ndeshje se kisha edhe unë ndeshje, po besoj kishte ardhur shansi se ka merituar. Edhe besoj deri fundit ai do jetë titulari i Cagliarit, e meriton se edhe ka treguar. Këshilla nuk mund t'i jap se ka nivel të lartë, ka si shumë të mirë, prandaj po luan atje në Serie A. I vetmi gjë është ta shijoj sa më shumë edhe jap gjithmonë maksimumin. Kaq. Enrico Gaba, Euronews Albania. Strakosha, keni luajtur me të dyja skuadrat, si me Ukrainën ashtu dhe me Çekin, dhe të paktën keni një ide ose në mendimin tuaj personal nga cila prisi të jetë më rrezikshme ose le të themi në cilën keni më e shihni që mund të jetë më problematike për ju? Faleminderit. Besoj ndeshja e parë që është me Çekin është ajo më e rëndësishme, se pastaj çfarë ndodh me Ukrainë do shohim pastaj. Finale e parë është me Çekin, besoj është ekipi më rrezikshëm, se ka treguar që ishte ndeshja më e dobët që kemi bërë në Nations League. Prandaj është ndeshje që duhet të marrim më shumë përqendrim edhe më shumë seriozitet, edhe pastaj që ndodhi nga ndeshja e parë do na ndjekë rrugën tonë çfarë do bëjmë në Nations League. Dhe fundi Strakosha, duke qenë se keni kaluar shumë vite me Etrit Berishën, a ju mungon këto grumbullime? Normalisht që lojtarë që janë shumë vite me kombëtarë mungojnë, se japin eksperiencë edhe sidomos me lojtarë të rinj. Prandaj kush mungon nga kombëtarë gjithmonë mungon, se janë gjithë djalë të mirë edhe punojnë gjithmonë mirë. Unë Etritin e njoh pak a shumë 12 vite, prandaj na mungon edhe si porter po edhe si njeri.
Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Në orën 12:30 do kemi një tjetër konferencë për mediat me trajnerin kombëtar e Suisë 1 Alban Bushi, po këtu në Albania, ndërkohë që në orat 15 do të jetë seanca e parë stërvitore e kombëtares, po këtu në stadiumin e Albania do të jetë 5 minuta e para hapur për media. Ju falenderoj dhe gjithë mirë.